Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në kanalin tim. Unë jam Jeta dhe sot kemi një video të re. Mos ja vini re fytyrës time. Jam super e lodhur. Kemi pasur një javë shumë të ngarkuar me valle çdo natë edhe me 2 dasma. Kështu që mund ta imagjinoni lodhjen që është rrish çdo natë deri vonë në valle, plus edhe një dasëm ishte për darkë edhe kur jemi kthyer në shtëpi ka qenë ora 6 të mëngjesit. Jo 6 të mëngjesit, por 6:30 të mëngjesit. Fa e dytë ishte dje, e mbaruam shqyr. I darkë isha super e vdekur, thjesht e kam futur gjumit. Dhe sot kam zgjuar në orën 11 të drekës. Ndihem super. Nuk di si ta shpjegoj si ndihem. Edhe jam ende në Shqipëri, se mos mendoni që jam kthyer në Itali. Ndërkohë jam këtu tek dhoma ime e gjumit, sepse po bëj gati valiçen. Vendosur që pasi të mbaronim gjithë punën që kishim edhe gjithë këtë pjesën e dasmave, do iknim me pushime. Jo me pushime kush e di çfarë. Kalojmë ja 2 ditë në Vlorë, sepse më ka pëlqyer gjithmonë Vlora. Kur shkonim në ndonjë event tjetër, kemi kaluar nga Vlora dhe gjithmonë më ka pëlqyer. Kështu që këtë vit vendosëm që të shkojmë ta vizitojmë dhe të qëndrojmë pikërisht në Vlorë. Duhet pak relaks edhe si fizikisht, por edhe mendërisht pas gjithë këtij stresi që kemi pasur. Kam të valiçën e vogël, kështu që këtu do fus të gjitha make-upet dhe gjërat e mia. Supozoj që ne sot të ishim nisur që në orën 9 të mëngjesit të paktën, por mua nuk më doli gjumi, edhe burri tha nuk të shqetësova, nuk të zgjova, kështu që do kalonim një ditë të tërë në Vlorë sot. Do kalojmë thjesht një gjysdite, as gjysdite nuk besoj, sepse derisa të shkojmë atje është goxha rrugë për të bërë dhe mendoj që do kalojmë thjesht pjesën e darkës, por nesër do kemi një ditë të tërë para në Vlorë. Nuk duhet të harroj parfumet e mia të bukura, t'i fus tek çanta e dorës, të i maj gjithmonë me vete tek çanta. Ndodh që në një moment mund të dal nga shtëpia nga mëngjesi dhe të vi në shtëpi në darkë, kështu që i kam gjithmonë me vete këto, edhe hedh parfum sa herë të dua. Nëse edhe pak gel flokëve që mos të më dalin këto si zakonisht mua më dalin. Hajde mami, shikoni këtu. Si mbaroj dasma dje, kam bërë dush, kam larë syt me shkum për të hequr make-upin 2 herë, edhe ky peneli këtu, që është penel, nuk më është hequr, gjithë pjesa tjetër make-upit është hequr, ndërsa kjo ende nuk më është hequr, edhe nuk e di se si do arrit ta heq. Provoj ta laj dhe një fytyrën, sepse nuk dua të dal nga shtëpia me këtë fytyrë kështu. Pas një ore e gjysmë rrugë, më në fund arritëm, jam në banjë sepse ka pasqyrë me dritë edhe duket mirë nga drita. Tani do ju bëj një home tour. Ne nuk kemi ardhur në hotel, por kemi ardhur në një apartament ku kemi edhe kuzhinë, nëse nuk doam të ham jashtë, mund të hajmë edhe brenda, por për 2 ditë që do rrim ne normalisht që nuk ta hajmë brenda, vetëm po nuk më hëngri melodia jashtë edhe do i bëjmë ndonjë makarone në shtëpi maksimumi. Këtu jemi tek dera, tek hyrja. Direkt nga dera këtu kemi këtë që mund të vajmë robet, aty janë valiçet tona, direkt në të djathtë është banja, që është goxha e pastër mund të them, edhe kjo jam unë, do doja të kishte vask, por nuk ka vask. Del nga banjo, edhe këtu kemi një tavolinë me 2 karrike, një divan. Edhe këtu është krevati. Krevati më pëlqen shumë si mua dhe melodi, sepse është me këtë pjesën e ngritur këtu, edhe aty është krevati doppio, ndërkohë aty është edhe një krevat tek që hapet. Këtu kemi televizorin, kuzhinën. Këtu kemi dhe këtë balkonin që është me pamje nga mali, nuk kishte ndonjë pamje kush e di se çfarë, por pak rëndësi ka. Jam e sigurt se sa është ora, por 2:30 besoj do të jetë, po s'ka shkuar edhe 3, kështu që ne nuk kemi ngrënë drekë dhe do ikim tani, do dalim shpejt dhe do ham drekë.
Ne sapo u kthyem në shtëpi tani. Kemi dalë në shtëpi që nga ora 2:30 dhe tani është ora 5:15. Hëngrëm drejt i lokal këtu poshtë. Shërbimi lente për të dëshiruar sepse ishin shumë të ngathët, por ushqimi ishte shumë i mirë dhe kishte shije shumë të mirë. Super. Në zonën ku jemi ne ka lokale, restorante dhe supermarkete plot, kështu që kemi çdo gjë afër dhe ne ishim pak në supermarket, morëm disa budalliqe për të kaluar kohën kur të jemi në shtëpi. Tani do i fus pak në frigorifer, morëm edhe ujë. Morëm 2 atetinat e preferuara, këto më pëlqejnë mua më shumë. Kafe të ftohtë, bravo për melodinë, B50 e lysha, mini belino dhe një belino të madhe. Tani jam shumë e përgjumur edhe do pik të kafen. Nuk doja të flija gjumë në këtë orë të ditës, është mbasdite dhe unë po të flij gjumë dua të rrinja në 2-3 orë të mira në gjumë, edhe jo sa të flij gjysore dhe të çohem. Se më duket pak si athartë kjo mua. Mos është prishur? As melodia nuk ka fletur shumë, sepse edhe melodia fleti në makinë kur po vinim, vetëm burri im po flen tani momentalisht edhe prandaj po flas me të vogël sepse nuk dua ta shqetësoj. Ne sa po bëm gati tani edhe po dalim një xhiro deri në Lungomare, se pam që atje më përpara kur erdhëm kishte lodra për fëmijë. Edhe do shkojmë atje që të çojmë pak melodinë, të kënaqet, sepse na çall kokën gjithë pasdites që don të shkoj tek lodrat. Po nëse sa bukur duket qielli ande tek deti, super. Vlora, qytet shumë i bukur, por si gjithmonë, si çdo qytet i Shqipërisë, është shumë rëmuj, rrugët janë kot më kot, nuk ka rregull siç ka jashtë detit, vetëm ka bukurinë le të themi, edhe deti super. Doja të dilja më herët për faktin e perëndimit të diellit, sepse doja të kapja perëndimin e diellit, por ja që sonte nuk ja arritëm dot, shpresoj që nesër do ja arrim të kapim perëndimin e diellit. Mirëmëngjes nga dita tjetër me super vonesë, sepse unë si gjithmonë jam zgjuar super vonë. Kot nuk thash që do jam pushime dhe këtë ditë do i shijoj ashtu siç duhet, kështu që nuk e vrava shumë mendjen edhe pse u ngreta vonë. Tani jemi bërë gati, jemi veshur dhe do dalim të pim kafe edhe të shkojmë të kalojmë pak kohë në plazh, sepse kemi plazhin pikërisht këtu sa del nga pallati ku është apartamenti jon, është plazhi dhe është një super plazh, plus ka dhe super vende të bukura dhe lokale të bukura. Përshëndetje. Donte të thonte përshëndetje dhe goca ime. Çfarë do bëjmë tani ne? Do bëj hik te plazhi. Ne do ikim te plazhi tani, po para se të ikim te plazhi, çfarë do bëjmë? Do pim kafe. Kafe? Do pim kafe. Do pi kafe. Do pim kafe. Po goca çfarë do bëj? Do haj kornet. Si. Io sono bravo. E ti mami që ti e bravo. Nuk u lodha as të kap flokët, as të bëj make-up, sepse normalisht që do shkoj dhe do bëj që zhytje të mirë në det, edhe nuk doja që të laparosja me make-up. Edhe flokët do vi të bëj dush pastaj në shtëpi, kështu që thjesht i hoq elastiqit që i ka kapur mbrëmë dhe jam në rregull.
Kthehem t'ju flas pas disa orësh, sepse siç u thash ne shkuam në plazh, ndetëm disa orë atje, ora tani është 2, disa orë, sa orë i bie se ne në 11:30 dolëm. U kënaqëm, deti ishte kristal, plus ishte deti shumë i cekët, ty tek zona ku ishim ne, edhe për ne që kemi fëmijë ishte një gjë super komode mund të them, sepse nuk do rrish me ankthin, jo po nuk e le dot fëmijën 2 minuta pa i hedhur syt, jo po nuk futet dot fëmija të lozi dhe të lahet vet. Plus kishim edhe barin po aty, ne ndetëm ulur, pim edhe hëngrëm. Çmimet mund të them që ishin çmime të arsyeshme, nuk ishin çmime të larta, si zakonisht dëgjohet që janë çmimet shumë të larta. Kthehem në shtëpi, bëm një dush, drejt nuk hëngrëm sepse konsumuam birra, kafe, tost, edhe një shumëllojshmëri me fruta aty tek lokali që ishim, edhe sikur na iku oreksi, kështu që nuk ndaluam të hajm drejt, por tani doli burri im poshtë, do marr një fritur mikse deti, hajm në shtëpi, vonë pastaj shikojmë e bëjmë. Ndërkohë, plani për pasdite mendoj që do jetë të rrim pak në shtëpi, të shlovemi pak, edhe besoj që do vendos edhe pak melodi në gjumë që të jetë e shlovur dhe mbasdite mos të grindet, sepse pastaj darka na shkon deri vonë. Dhe mbrëm jemi kthyer në shtëpi në orën 12, edhe derisa u kthyem, derisa u ndërruam, u lam, edhe ushqim për të fjetur, kalon ora, kështu që mendojmë që të paktën melodin ta shtri pak tani, edhe mbas dite do dalim sërish në plazh, që të kalojmë 1 ose 2 orë, që të kemi kohë të kthehemi sërish në shtëpi, të bëjmë sërish dush, edhe pastaj të dalim për darkë. Po kthenim, morëm edhe një trileçe, ta fusëm frigorifer, sepse do e hajm pasi të hajm friturën. Ndërkohë këtu nga mbrëm kam edhe makaronet e melodis që ja morëm tek restoranti ku po hanim, i mora thjesht spageti me gjalp. Ishte menuja dhe mendoj që ishte një gjë shumë e mirë për fëmijët që nuk hajnë çdo lloj makaroni ose që bëjnë naze kur janë jashtë. Melodia nuk i hëngri të gjitha, kështu që i mora me vete në shtëpi, do ja ngroh tani sepse këtu siç u thash kemi edhe kuzhinë, kishte edhe tigan dhe tenxherë, kështu që do ja ngroh tani dhe do i haj tani në drekë. Kja hedh një ujë saj, ta shplaj herë, sepse nuk dihet sa kohë mund të ketë aty, pa përdorur. Gjithmonë kur shkojnë në ndonjë vend, trembëm për lokacionin që do të ketë shtëpia ose apartamenti ose hoteli, se e dua që të ketë çdo gjë afër, të lokale, restorante, supermarkete dhe farmaci. Vërtet që këtë radhë pas kam bërë bingo me lokacionin që kam zgjedhur, sepse ka çdo gjë afër. Farmacia është direkt sa zbret këtu tek pallati, supermarketi, restorantët dhe lokalet janë rresht, plazhi 10 hapa nga hoteli, kështu që mendoj që këtë herë ja ka super vlejtur. Unë e zgjodha në booking, nuk ishte nevojë as të bëje një pagesë më përpara, por e paguaja direkt ditën që vije këtu në strukturë. Mos më zej gjumë pastaj do merrem pak me sistemimin e dhomës, sepse e kemi lënë rrëmuj. Nuk ju tregova një histori shumë qesharake që na ndodhi mbrëm. Nuk është qesharake, po hajt, më do qeshesh nga halli se s'ke ç'a të bësh. Shtrimte ky krevati madh këtu, që të flinim gjumë, edhe kisha vendosur që ta zinte gjumë melodin, pastaj do e zbrisja tek krevati i vogël që e tregova në video që është poshtë, edhe ndërkohë më kishte zënë gjumi dhe mua, edhe nuk e kisha zbritur fare melodin poshtë. Gjatë natës, nuk e di sa ishte ora, dëgjoj një bum, por një bum të madhe, edhe direkt trembem, edhe ngrehem sepse më shkoi mendja që do ketë ra melodia poshtë në tokë. Nun atje, edhe shikoj këtu poshtë melodin, aty fare, aty poshtë, jo tek shkallët, por aty poshtë, të ulur tokë. Melodin edhe thjesht që po shikonte. Edhe u çova direkt e kapa, shqyr, nuk besoj që nuk u vras, se po të ishte vrarë shumë, mendoj që do kishte vazhduar duke i qarë, por nuk qau fare, thjesht ishte pak si e trembur, edhe asgjë, zuri gjumi sërisht. Edhe sot në mëngjes e kontrollova për ndonjë nxirje ose ndonjë gung, por shqyr zotit nuk ishte asgjë. Nuk e di fare se si kishte rënë ashtu, pa u vrarë. Ta shikoni, është goxha lartësi nga atje deri poshtë, domethënë para ka rënë tek shkallët, pastaj ka rënë në tokë. Kështu që shpresoj që sonte mos më zëri gjumi, edhe sapo ta zëri gjumi melodin ta zbres tek krevati poshtë.
Burrin na solli dhe friturën. Këto karkalecat më nuk më pëlqejnë shumë, po unë ndahaj këto. Oktapodët e vegjël, kallamar, çe quhen to? Ku morë ti? Kalisi. Si përfundim, asnjëri nga ne nuk fleti gjumë, thjesht ndetëm aty kot, as melodi nuk e zoi gjumi. Ndërkohë tani u bëm gati, edhe po dalim sërish të rrim një 2 orë në plazh, që pastaj të kemi kohë të kthehemi dhe të ndrohemi. Sa pallati shëmtuar është nga jashtë, ndërkohë hyrja brenda është shumë e bukur. Të gjithë pallatet në Shqipëri kështu janë, me këto pllaka të papastra, se ky nuk më duket shumë i pastër nga jashtë, domethënë shkallët. 2 ditë, ndoshta ka njerëz që 2 ditë nuk i quajnë pushime, por unë për vete po i shijoj në maksimum këto pushime. Ne nuk kemi marrë shezllon fare, sepse për 2 orë që të rrim ne nuk ja vlen. E këtu tek beach bari, thjesht mund të ulemi në tavolinë, të marrim dhe të pijmë çfarë të duam, edhe jemi edhe në breg të detit. Më thënë që nuk është e domosdoshme të marrë shezllon. Ne konsumojmë diçka dhe melodia loz aty, shumë rehat edhe shumë komode kjo gjë kështu. Është kafe, më di kafe. Alja e tretë për sot. Sot arritëm të bëhemi gati shpejt edhe të kap perëndimin, sepse dje nuk arrita do ta kap perëndimin. Dielli sapo ka vazhduar të perëndoj, kemi edhe më shumë kohë për ta parë. Plus doja të bëja ndonjë foto të bukur, por nuk e di nëse do dalin ose jo. Tu vend për të parkuar makinën me zor gjeje, pa ama vend për të ecur këmbësorët, ka plot, e gjithë kjo pjesa këtu mbrapa meje është vetëm për këmbësorët, edhe këtu për biçikletat. Ne u ulëm në një bar të pinim diçka. Lokali kishte emrin Sunset, edhe me të vërtetë që u dukte perëndimi i diellit super, po super fare. Ja qa të bën edhe gjumi, që s'flen gjumë në drek, melodia vetëm qante dhe u grinte, donte të rinte në krah dhe nuk donte të ecte, sepse normalisht i kishte ardhur gjumi dhe e zuri gjumi tani në krah të babi vet. E bëm një xhiro të gjatë, ecëm në lungomare, edhe tani po kthehemi afër apartamentit ton. Nuk kisha marrë as karrocën nga Italia, por mendoj që duhet ta kisha marrë. Shpresoj që të zgjodhe melodia, sepse futemi diku dhe do hajmë. Ne, nga që kishte zënë gjumi melodin, erdhëm në shtëpi edhe morëm 2 sufllaqe që t'i hajmë këtu. Melodia u zgjua, por s'ka gjë. Edhe valli i Shqipërisë është super, po super i shishëm. Normalisht jo aq i shishëm sa ai që bëhet vetë në shtëpi, por është i mirë. Këtu që janë buka këtu, këto pjadinat. A janë pak për 2 vetë këto? Pjadinat? Do i hajmë rahat kondicioner këtu brenda në shtëpi. Mirë mëngjes nga dita tjetër. Dita që do kthehemi në shtëpi. Është ora 9:50 e mëngjesit edhe ne sapo jemi nisur, s'kemi pirë as kafe. Hypëm në makinë dhe te nuk e gjen parkimin kollaj ku të parkosh. Kështu që nuk e di ku do pim kafe, ndoshta ndalojmë diku rrugës më përpara pasi të kalojmë Vlorën. Presojmë që mos të gjejmë as trafik gjatë rrugës. Ndaluam tek një kafe tani edhe të pim kafe në mëngjesit. Rritëm
në shtëpi më në fund. Sa po arritëm, Melodia më kërkoi cereali, se normalisht nuk hëngri asgjë gjatë rrugës. I vaj qumshin tani, ne qumshin e kemi blerë të freskët, disa komshinj tu diçka e tillë. Po nuk e di pse nuk më pëlqen fare era e qumshtit. Unë e preferoj të pi vetëm qumshin e blerë në kuti nga supermarketi, vetëm qumshin e lopës së mamit tim, që nuk ka erë fare, domethënë është qumësht fantastik, ndërkohë qumshtin tek të tjerët nuk arrit dot ta pi fare, as erën nuk ja duroj dot, nuk e di pse, si ka mundësi, mvaret edhe si e mbajnë lopën. Bo? Po dile ty se ti kemi dhënë lezet. Dhe u kujtova që unë kësaj video nuk i bëra mbyllje, kështu që përfitoj nga rasti tani të bëj mbylljen e videos. Si gjithmonë, shpresoj shumë që video t'ju ketë pëlqyer. Në qoftë se ju ka pëlqyer, bëni like, comment edhe subscribe që bashkë të shifemi tek video radhës. Bye!